Përshëndetje të dashur miq dhe mirë se erdhët në emisionin tonë të Rinë për të Rinjt. Sot do të flasim për një konkurs shumë të rëndësishëm për nxënësit dhe për gjuhën tonë, konkursin kombëtar të gjuhës shqipe. Në moton gjuhës shqipe në epokën digjitale, shumë nxënës nga gjithë Shqipëria kanë treguar aftësitë e tyre në të folur dhe në të shkruar, duke dëshmuar dashurinë për gjuhën tonë. Në Korçë janë zhvilluar disa faza të konkursit në nivelin e ZVA Korçë, ku nxënësit kanë konkuruar mes shkollave për të arritur deri në gjysmën finale. Sot kemi me ne disa nga nxënësit pjesëmarrës në këtë konkurs për të na treguar pak më tepër për eksperiencën e tyre. E ftuara e parë është Sofia Merollari. Përshëndetje Sofia, faleminderit që e pranua ftesën. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Përshëndetje Sofia. Si e morët vesh që do të zhvillohej ky konkurs? Atëherë, si fillim, ne u lajmëruam nga mësuesja jonë kujdestare, mësuese Mira, dhe pastaj u bë dhe faza e parë e konkursit, ku nga 2 klasat u përzgjedh më të mirët dhe pastaj kush fitoi kaloi në fazën tjetër. Normalisht, siç e theti, u përzgjodhen ata që ishin më të aftë në këtë fushë. Si u ndjeve kur more vesh që do ishte edhe ti konkurrente? Atëherë ishte diçka të cilën nuk e kisha menduar më parë. Ishte pak surprizuese për mua, por isha përgatitur për shumë vjet në këtë fushë, edhe vetë mësuesja na kishte parë se cili ishte më i talentuar në këtë fushë dhe besoj ishte diçka e re dhe surprizuese pak a shumë. Si jeni përgatitur bashkë me mësuesën për këtë konkurs? Atëherë, si fillim pas mësimit, ne përgatiteshim çdo nxënës nga grupi jonë, shkoi në biblioteka e shkollës dhe përgatiteshem pas mësimit atje me ushtrime të ndryshme, nga fjalëformimi deri në sintaksa. Sa kohë kushtonit përgatitjes çdo ditë dhe kryesisht me cilat lloje të ushtrimeve merreshim më tepër? Po, atëherë, si fillim, përveç se mblidheshim në biblioteka e shkollës, ne punonim edhe individualisht në shtëpi dhe afërsisht rreth 2 orë secili besoj, dhe ishte një kohë e mjaftueshme për të parë çdo ushtrim të mundshëm, nga fjalëformimi në sintaksa, po ashtu merreshim edhe me pjesë nga leximi si figura letrare. Po. A ishte e vështirë të menaxhoje kohën midis shkollës, konkursit apo dhe aktiviteteve të tjera? Po, ishte pak sfiduese, me thënë drejtën. Duhet të kisha një menaxhim shumë të mirë kohor dhe po ishte shumë sfiduese. Gjatë përgatitjes, a keni zbuluar gjëra të reja për gjuhën shqipe? Po, sigurisht, përveç njohurive të cilat i kishim marrë deri tani, ne i kemi përforcuar, i kemi ripar ato edhe ishte diçka shumë interesante për të bërë dhe një mundësi e mirë për të shpalosur talentin tonë. Çfarë i ka pëlqyer më shumë nga kjo eksperiencë? Besoj grupi jonë ishte një grup bashkëpunues dhe pavarësisht se ne kishim 9 vjet në një klasë dhe njiheshim, prapë kemi mësuar të bashkëpunojmë më mirë me njëri tjetrin dhe të ndajmë informacione të cilat i dinim dhe i kishim mësuar deri tani. Gjuha shqipe është një prej lëndëve kryesore që edhe në gjimnaziu do të vazhdoni që ta studioni atë. A mendoni se ky konkurs ju ka ndihmuar për ta njohur më mirë atë? Sigurisht, ky konkurs ishte një mundësi e madhe për ne dhe jam shumë mirënjohëse dhe pasi isha pjesë e saj dhe na ka ndihmuar shumë edhe për fazën e provimeve, do thoja. Po. A keni mësuar diçka të re që nuk e dinit më parë për gjuhën shqipe? Po, ne kemi përforcuar, përveç se kemi përforcuar njohuritë e mara, kemi mësuar shumë në lidhje me figura letrare dhe nxënësit të cilët më parë nuk ishin dhe shumë të zotë me të, i kanë ripërforcuar sidomos në shprehje, po ashtu edhe në metaforat. Sofia, cili moment i konkursit do të mbetet ty më tepër, më gjatë në kujtesë? Atëherë, besoj do të ishte faza e tretë, kur luftuam kundër Tiranës me shkollën e Dit Durhami. Ishte një pjesë shumë sfiduese e konkursit, pasi të dyja shkollat ishin shumë të mira dhe po besoj kjo do të na ngdhendet shumë kujtesë. Më trego pak sa e rëndësishme është për ju gjuha shqipe. Atëherë, është shumë e rëndësishme pasi ajo është identiteti i kombit tonë dhe duke e ruajtur dhe pasuruar atë, ne ruajmë identitetin tonë. A ishte e vështirë që të përzgjidheshit për skuadrën e shkollës? Atëherë, ne ishim 2 klasa paralele në mësonjtorja dhe ne 5 nxënësit më të mirë të çdo klase konkuruan kundër njëri tjetrit për të parë se kush do të fitonte dhe do të kalonte në fazën tjetër. Dhe po ishte pak e vështirë. Ishte.
Si u zhvillua faza e parë e konkursit në SVA Korç? Në SVA Korç ne na ratë ndesheshim kundër shkollës së Mollasit, të Bulgarecit, po ashtu edhe shkollës Nuk Çinaçi. Çdo shkollë ishte përgatitur, por prap ne mendoj ishte një përgatitje më e madhe pasi punuam dhe me mësueset e tjera dhe fituam me një diferencë pikësh. Më trego pak më tepër informacion për konkursin në thelb. Sa shkolla morën pjesë në këtë konkurs? Në çdo fazë të konkursit, në nivelin SVA, morën pjesë 4 shkolla dhe më e mira 4 më të mirat do të ndesheshin kundër njëra tjetrës në nivelin e fundit të SVA-s. Po atmosfera gjatë garës mes shkollave si ishte? Do të thoja ishte pak konkurruese, sidomos në fazën e fundit të SVA-s, kur ishim kundër shkollës Sabri Themeli, Sevasies dhe Naumit, ishte konkurruese kjo pjesë dhe sepse çdo shkollë kishte fituar në fazën e parë, por prap arritëm të fitonim dhe ja dolëm. Para 3 vitesh edhe unë isha në konkursin e gjuhës shqipe me shkollën Sevasti Qiriazi dhe arritëm deri në finale që po konkuronim edhe me mëstojnëtoren. Por në fund asnjë nga ne nuk fitoi shkolla Pandelicala. Kurse unë kam shumë para 4 vite. Për që vërtet ka patur shumë konkurrencë, të gjithë nxënësit ishim shumë të përgatitur. A kishit emocione para se të fillonte gara? Sigurisht, ishte diçka e re për ne, nuk e kishim përjetuar më parë këtë eksperiencë dhe ishte fakt emocionet janë pjesë e çdo fëmijëve. Cila pjesë e konkursit mund të quash që ishte më e vështirë për ty? Më e vështirë do thoja faza e tretë, kur u ndeshëm kundër shkollës Edi Durhamit të Tiranës, pasi të dyja shkollat kishin një përgatitje shumë të mirë. Pas momentit që ju fituat në rangun e SVA-s të Korçës, si u ndjet kur mësuat që do kalonit në fazën tjetër, që do shkonit në Tiranë? Atëherë, ne fazën e fundit të SVA-s e kishim përmbyllur me 90 pikë dhe pak a shumë e kishim menduar se do të kalonim, por kur mësuesja na lajmëroi se kishim fituar për të kaluar në Tiranë, ishim shumë të emocionuar dhe shumë të lumtur për arritjen tonë. Ju ndihmoi puna në grup gjatë këtyre fazave? Po, absolutisht. Ne përjetuam ky konkurs ishte një përjetesë shumë e mirë, një eksperiencë shumë e aftë për ne dhe ishte shumë ndihmuese po ashtu edhe bashkëpunimi në grup. Në fillim kur vendosët që ju do bëheshit pjesë të këtij konkursi, a e mendoni që do arrinit kaq larg deri në këtë fazë? Jo, ne shpresonim të arrinim deri në këtë fazë, por për ta menduar nuk ishim shumë të sigurt. Mendoni se të rinjtë sotshëm i përdorin mjaftueshëm mirë shqipen? Jo, do të thoja, pasi kryesisht ka aplikacione të cilat përdorin vetëm anglishten, po ashtu edhe në mesazhe të rinjtë shkruajnë me shkurtime, evidentojnë pjesën e ë-ve dhe ç-ve dhe po ashtu shkruajnë me gabime drejtshkrimore. Pra, ndikojnë rrjetet sociale në mënyrën se si ne e përdorim gjuhën shqipe? Po, sigurisht. Pasi siç e thash, në rrjetet sociale shkruajnë me shkurtime, po ashtu edhe fjalë të huazuara nga anglishtja. Si mendon ti, a mund ta ruajmë dhe ta mbrojmë gjuhën shqipe në përditshmëri dhe si mund ta bëjmë këtë gjë? Po, besoj mund ta mbrojmë duke i kushtuar më shumë vëmendje asaj, po ashtu mund ta përdoren edhe aplikacione të reja të cilat të tregojnë gabime drejtshkrimore në të shkruar. Çfarë duhet të kemë parasysh të rinjt kur shkruajnë në gjuhën shqipe? Do të thoja duhet të mundohen sa më shumë të evidentojnë këtë pjesën e shkurtimeve dhe fjalëve të huazuara. A i sugjeron të gjithë të rinjtë që të marrin pjesë në për konkurse të tilla? Po, pasi siç e thash dhe më parë, ky konkurs ishte një mundësi shumë e madhe për ne, jo për të fituar, por për të shpalosur aftësitë tona dhe për të parë se deri ku jemi të Zot. Sa i madh ishte presioni në momentin që ju duhet të konkuronit me shkollën e Tiranës? Atëherë, personalisht unë nuk e shikoja si një konkurs, por si një mundësi për të shpalosur aftësitë e mia deri ku kisha arritur. Dhe po ishte një presion i madh, por po e shikoja më shumë si një formë argëtimi, diçka interesante, e cila do më ndihmonte edhe në të ardhmen. Çfarë do të thotë për ty që të kesh arritur deri në gjysmë finale të një konkursi të tillë? Atëherë është një arritje e madhe, pasi siç e thash nuk e kisha menduar të arja deri në këtë fazë. Cili ishte synimi juaj me këtë konkurs?
Ne donim të jepnim më të mirën, çdo kush nga ne kishte mësuar shumë në këtë lëndë dhe ishte përkushtuar shumë dhe më e mira do ishte të arrijmë deri në këtë fazë të Tiranës. Sofia, ne të urojmë shumë suksese. Faleminderit Sofia. Faleminderit dhe ju vajza. Do të shkëputemi për një hapësirë të vogël publicitare dhe do të rikthehemi në studio me të ftuarit e radhës. Na ndiqni. Miq, jemi rikthyer në studio me disa nga nxënësit pjesëmarrë për të na treguar eksperiencën e tyre gjatë këtyre fazave dhe pritshmëritë që kanë për vazhdimin e konkursit. Meika Purani, përshëndetje. Përshëndetje. Dhe Alicia Xhillari, përshëndetje. Mirë se erdhët në emisionin tonë. Mirë se u gjetëm. Si u morët vesh që do të zhvillohej ky konkurs? Na njoftoi mësuesja kujdestare, ajo ishte edhe mësuesja që na bëri përzgjedhjen të ne 5 nxënësve, të cilët do të merrnin pjesë. Po, neve fillimisht faza e parë ishte kundër klasës paralele, që i cila u zhvillua në shkollën tonë, dhe më pas kalimit të kësaj faze, ne kaluam në rang zëvaje kundër shkollës në Çinaçi, Bulgarec dhe shkollës në vjeçare të Mollasit. Cili ishte reagimi juaj i parë kur u zgjodhët për të përfaqësuar shkollën? E morëm si sfidë, sigurisht na pëlqeu që ishim ne pjesëmarrësit që do të përfaqësonim si fillim klasën, më pas shkollën, më pas qytetin. Dhe po, si thashë, morëm si sfidë dhe vendosëm të jepnim më të mirën tonë. Si u përgatitet bashkë me mësuesën për këtë konkurs? Faza, si thash, për fazën e parë kundër klasës paralele, në fillim ne përgatitetin filluam që në tetor, që kur morëm vesh që do të organizohej një konkurs gjuhë për klasat e 9-ta, ne gjithmonë çdo ditë të shkollës përgatishim pas mësimit në bibliotekë dhe përgatishim gjithmonë si grup dhe i shikonim të gjitha rubrikat e konkursit. Çfarë lloj ushtrime zhbenin gjatë përgatitjes? Ushtrime në lidhje me drejtshkrimin, me gramatikën, shpeshherë shikonim dhe tekstet dhe i analizonim si poezi, prozë e të tjera, por edhe në pjesën e debatit me fokusuar shumë. Sa kohë i kushtoni përgatitjes çdo ditë? Sa kohë rinit në bibliotekë? Dikures gjatë gjithë periudhës në shkollë, çdo ditë ne përgatiteshim rreth 1 orë, 2 orë, dhe shumë rëndësi i jepni çdo rubrike, sidomos një nga rubrikat ishte kartolina e librit, ku duhet të përgatiteshim për librat. Mësuesja Mira na ndau librat që do të ishin në fazat e konkursit. Ne i ndam për çdo antar të grupit dhe u munduam që të analizonim çdo gjë për këta libra, si personazhet, mesazhet që ata i jepnin, figura letrare, të gjitha. A mund ta menaxhonit shkollën me përgatitjen e konkursit apo dhe me aktivitete të tjera që ju keni? Të menaxhosh shkollën është pak e vështirë, sidomos për ne, pasi përveç përgatitjes detyrave në shkollë të mësuarës, kishim edhe konkursin e gjuhës, që nuk është e pakët të përgatitesh. Pasi do të merrnim të gjitha librat që nga klasa 6 të gjuhës shqipe dhe t'i shfletonim një me një për të parë të gjitha gramatikat, ku kishim probleme, çfarë të mësonim, për çfarë të pyesnim mësuesen dhe ishte vërtet shumë e vështirë të menaxhonim kohën, por megjithatë ne ja arritëm. Alicia, po për ty ishte e vështirë të menaxhoje kohën? Po, ishte pak e vështirë, pasi konkursi gjuhës nevojiteshim për shumë përgatitje, pasi kishin disa shumë rubrika që do të jepnin shumë rëndësi, siç është kartolina e librit, gjithashtu edhe pyetjet gjuhësore, njohuritë gjuhësore. Ishte edhe pak e vështirë, pasi edhe nga ana tjetër shkolla ishim dhe një periudhë teste gjatë fundit të 3 muajve të parë, po në fund ja arritëm që të balanconin të gjitha dhe të. A keni zbuluar gjëra të reja për gjuhën shqipe gjatë përgatitjes? Sigurisht, ne gjatë kësaj përgatitjeje kemi parë shumë paqartësi, kemi zbuluar se kishim mangësi në gjuhën shqipe, megjithatë përmes ndihmës së mësuesve ne kemi arritur t'i kuptojmë, t'i qartësojmë të gjitha dhe të kishim përgatitjen që ne patëm gjatë gjithë fazave. Çfarë i ka pëlqyer më shumë nga kjo eksperiencë? Nga kjo eksperiencë nga pëlqyer më shumë që arritëm të bashkëpunojmë si një grup i vetëm. Gjithashtu na ka pëlqyer dhe disa nga rubrikat që ka patur si konkurs, siç ishin lojra gjyqësore dhe kuizi, pasi çdo ditë shikonin kuizin nga konkurset e mëparshme, përgatiteshim gjithmonë më shumë për këto. Dhe gjithashtu edhe për njohuri gjyqësore, pasi ishin disa vështrime që duhet të mendohesh 2 herë para si të bëja, edhe pse në kundërshtim e parë dukesh një si të lehta. Me po për ty çfarë të ka pëlqyer më shumë nga kjo eksperiencë? Nga kjo eksperiencë mendoj bashkëpunimi
me njëri tjetrin, afërsia që ne patëm, por megjithatë më ka pëlqyer edhe pjesa që unë mora më shumë njohuri rreth gjuhës shqipe, jam më përgatitur në të gjitha provimet ose për gjimnaz, për shembull, dhe e vlerësoj shumë si eksperiencë. Pra ju kanë ndihmuar dhe gjuha shqipe ta njihni akoma më mirë nga ky konkurs. Po, Sigurisht. A keni mësuar diçka që nuk e dinit më parë për gjuhën shqipe? Po, pasi gjatë përgatitjes së konkursit po mësonim shumë gjëra të reja rreth gjuhës shqipe, pasi çdo ditë po i rikushtonim rëndësi dhe nga mësuesit e gjuhës, po mësonim gjëra të reja për gjuhën shqipe të cilat nuk i dimë edhe më parë, dhe edhe këto do na ndihmojnë sigurisht shumë për provimin e lirimin në fund të qershorit, por edhe për përgatitjen në gjimnaz. Cili ishte momenti i konkursit që do t'ju mbetet në kujtesë? Cili ishte më i bukur? Pisa ku shkon në Tiranë, sigurisht, rruga e shijuam shumë, por dhe pisa e vetë konkursit kundër shkollës së Ditur Hamit të Tiranës, ishte pjesë që më pëlqeu më shumë pasi ajo shkollë ishte shumë e përgatitur dhe ne do t'i jepnim më të mirën tonë, megjithëse nuk e fituam, përsëri e shijuam shumë. Po për ty, Alicia? Sigurisht një nga momentet që më ka pëlqyer më shumë dhe u gëzova shumë ishte kur morëm vesh që do të shkonim në Tiranë. Ishte diçka që nuk e imagjinonim dot, sonim ishte shumë e vështirë për ne. Mendonim se do të kalojmë vetëm fazën e parë ose të dytë, por kur erdhi lajmi që do të përfaqësonim shkollën tonë dhe qytetin e Korçës në Tiranë, u lumturuam shumë dhe dham dhe maksimumin aty. Sa e rëndësishme është për ju gjuha shqipe? Shumë e rëndësishme. Gjuha shqipe është identiteti i kombit tonë dhe nëse ne nuk dimë ta përdorim në mënyrë të saktë gjuhën shqipe, atëherë ne kemi humbur, siç thash, identitetin tonë dhe të kombit. Mendoni se të rinjtë sot e përdorin mjaftueshëm mirë shqipen? Jo, pasi për shkak të teknologjisë, pavarësisht se ka anën e saj pozitive që mund të komunikojmë shumë shpejt, mund të dërgojmë gjëra të ndryshme drejt shokëve tanë, përsëri kjo teknologjia e avancuar po bën që të rinjtë të shkruajnë me shumë shkurtime, të futin fjalë nga gjuhët tuaja si anglishtja, dhe gjithmonë më shumë gjuha shqipe po humbet nga të rinjtë. Pra rrjetet sociale në mënyrën se si shkruajmë dhe si flasim ndikojnë, mendoni? Po. Si mund ta ruajmë dhe të mbrojmë gjuhën shqipe në përditshmëri? Pikërisht përmes këtyre aktiviteteve, pra konkursit të gjuhës shqipe ose aktivitete që zhvillohen brenda shkollës, përmes edhe testeve që zhvillojmë në orët e mësimit, pra është shumë e rëndësishme që ne ta përdorim në mënyrë të mirë gjuhën shqipe. Çfarë duhet të kenë parasysh të rinjtë kur përdorin gjuhën në internet? Duhet të kenë parasysh që të flasin mirë dhe të kenë një trashëgim të mirë të gjuhës shqipe, pasi nëse ata do të vazhdojnë të shkruajnë me shkurtime ose me fjalë të huazuara nga gjuhët të tjera, gjuha shqipe do të humbas gjithmonë edhe më shumë. Edhe nëse humbasim gjuhën shqipe, do të humbim identitetin tonë, por dhe vlerat tona kombëtare, pasi gjuha është, mund të them që është themeli i një vendi. Sigurisht. Si zhvillua faza e parë e konkursit në ZVA Korçë? Ne u ndeshëm kundër klasës paralele, nga e cila dolën fitues ne të 5. Më pas kundër 4 shkollave, ishte faza e parë, Mollaj, Bulgarecit dhe Nucinaçit, ku dolën fitues. Ne unë do them që e prisnim, pasi e dinim përgatitjen tonë, se sa shumë kishim dhënë për këtë konkurs, dhe po, kjo ishte faza e parë. Si ishte atmosfera gjatë garës në shkollave? Po, ashtu dhe shtatë e mej, ishim pak të sigurt me fazën e parë kundër shkolla Mollas, Bulgarisë dhe Nucinaçi, pasi mendonim se do të fitonim dhe ishim të sigurt për këtë. Më pas gjatë fazës së dytë me shkollat Sevasti Qiriazi, Savri Themeli dhe Pandelicale, ishim pak të pasigur, pasi mendonim që deri në fund rrugëtimi jon do të mbaronte këtu, por në fund arritëm që të dilnim me një rezultat më të mirë, madje më të mirë se faza e parë kundër shkollave Nucinaçi, Mollaj dhe Bulgarisë, dhe kemi diferencë të madhe prej diku te 11 pikësh. A kishit emocione para se të fillonte gara? Sigurisht, emocionet ishin pjesë e gjithë rrugëtimit, si në fazën e parë, në të dytën, në Tiranë, pasi pa emocione nuk shkonte, mund të them, por megjithatë dhe ato janë të rëndësishme, pasi presioni që mund të kesh nga emocionet të bën
të flasësh më mirë, të japësh. Po. Cila pjesë e konkursit ishte më e vështira për ju? Më e vështira për ne, më të them që ishte lëra gjyqësore dhe ndoshta edhe debati. Pasi para fazës së dytë dhe para se të shkonim në Tiranë, ne gjithmonë na i jepeshin temat e debatin dhe ishin duke të 10 tema dhe për çdo temë duhet të përgatitej secili prej nesh për argumente pro ose për argumente kundër, edhe ishte diçka që duhet të shkonim shumë gjëra dhe të mbanim mend shumë gjëra, plus ishin disa tema dhe secili nga ne duhet të kishte edhe 2 ose 3 tema që duhet të përgatitej për argumente pro dhe për kundër. Pasi nuk e dim nëse do të ishim pro ose kundër në debat. Me po për ty cila ishte pjesa më e vështirë gjatë konkursit? Për mendimin tim debati, pasi siç e tha dhe Alisa, do të përgatiteshim dhe pro dhe kundër, duhet të alternoheshim, të vendoseshim në për vende në tavolinë që një të ishte pro, një të ishte kundër, por kur morëm vesh pastaj që një grup domethënë do ishte pro dhe grupi tjetër, shkolla tjetër do të ishte kundër, unë gëzuam, mund të them, pasi ne kemi aftësi shumë të mira në bashkëpunim dhe e dija dhe isha e sigurt që do të gjenim argumente shumë të mira gjatë këtij debati, do të bashkëpunonim, por përsëri ishte një sfidë shumë e madhe për mua debati, mendoj. Si u ndjet për ju kur mësuat që kishit kaluar në fazën tjetër? Po ishim shumë të gëzuar sigurisht, pasi mendonim që faza në Tiranë do të ishte gati e pamundur për ne, edhe kur mësuese Mira na tha, mësuesja kujdestare na tha që do të kalojmë, të përfaqësojmë korsin në Tiranë, ishin shumë të gëzuar, pasi ishte diçka që nuk e prisnin. Ndoshta ishte edhe hera e parë për ne që përfaqësonim shkollën në një konkurs dhe mendonin se do të ishte gati e pamundur që të kalonim në Tiranë, por fal bashkëpunimit dhe ja dolëm që të kalonim në fazën gjysmëfinale. A e prisin që do të shkonit kaq larg në këtë konkurs? Mund të them edhe po, edhe jo. Siç thash, ne e dinim përgatitjen tonë, e dinim se do të arrinim shumë larg, po deri në Tiranë, me thënë drejtën, nuk e mendoja se do të shkonim. Megjithatë, unë falenderoj dhe mësuesit tona që na përgatitin aq shumë, si me projektin, me poezinë që e recitoi Alisioja, me njohuritë gjuhësore, të gjitha mendoj se arritën një nivel maksimal shumë të mirë dhe besoj e prisja. Si ka qenë bashkëpunimi në grup? A ju ndihmoi puna në grup gjatë këtyre fazave? Po sigurisht bashkëpunimi në grup mund të them se ishte çelësi i suksesit ton, pasi ne bashkëpunonim fort për çdo rubrikë, për kuartolinën e librit, për debatin, për projektin, secili jep ndihmën e tij në çdo rubrikë të konkursit, edhe në lojra gjyqësore. Dhe mund të them se fal bashkëpunimit tonë morëm pikën maksimale në disa rubrika si në debati, në poezia dhe në projekti. Dhe mendoj se po ishte shumë i rëndësishëm bashkëpunimi në grup. A ndjeshit përgatitur për fazat në të cilat ju arritët? Po, mendoj se ndishim shumë të përgatitur, pasi siç e përmenda dhe më parë, mësuesit tona të gjuhës na kishin përgatitur shumë në të gjitha pikat e projektit, në projekt, debat, njohuri gjuhësore dhe siç e përmendoi dhe Alisioja, ne çdo ditë pas shkolle punonim 2 orë te biblioteka e qytetit ose edhe te biblioteka e shkollës, në të gjitha këto njohuri, në të gjitha librat e gjuhës shqipe, por ne shikonim dhe projektet e mëparshme që janë në YouTube të konkursit të gjuhës shqipe. Sa i madh ishte presioni për ju? Po, ishte i madh dhe sidomos filloj që në rang zëvaja që ishim me shkolla Stavri Themeli, Sevasti Qiriazi dhe me shkolla Nove Qilarxhi, pasi ato janë nga shkollat më të mira të qytetit të Koçës, dhe presioni ishte i madh dhe që atje, më pas maja e kulmit që arriti presioni ishte në Tiranë, në shkollën Sedi Durami, pasi është nga jo vetëm nga shkollat më të mira në Tiranë, por edhe nga shkollat më të mira dhe më të njohura në Shqipëri. Edhe përsëri ne u përgatitëm për këtë fazë. Pavarësisht se mendonim që ajo është nga shkollat më të mira të Tiranës dhe të Shqipërisë, u munduam që të jepim maksimumin tonë dhe të arrinim atje ku mundeshim. Çfarë do të thotë për ju që arrini në gjysmëfinale? Është një arritje shumë e madhe, jo dhe aq e pritur nga ne, megjithëse ishim përgatitur shumë. Nuk është pak të arrish në gjysmëfinale, të shkosh në Tiranë.
Vërtet mendoj se ishte shumë e vlefshme dhe na dha një mësim shumë të mirë. Alicia, po për ty? Po, ishte një emocion shumë i madh pasi nga diku te 800 shkolla në të gjithë Shqipërinë na arritëm që të dilim në 20 shkolla më të mirë të gjithë Shqipërisë dhe mendoj se ishte një rezultat i madh dhe ishte ai rezultat që donim nga i gjithë bashkëpunimi ton, nga gjithë puna jonë që bëm për çdo muaj që nga koha që na treguan që do krijoj konkursi deri në fund. Cili ishte synimi juaj në këtë konkurs? Synimi jonë sigurisht është fitoria, besoj synimi i të gjitha shkollave ishte fitoria. Prandaj dhe ne u përgatitëm aq shumë. Por mendoj se ja arritëm qëllimeve tona, megjithëse nuk e fituam fazën e gjysmëfinales, mendoj se vërtet dolëm shumë mirë në këtë konkurs juaj. O sugjeroni dhe të rinjve të tjerë që të marrin pjesë në për konkurse të tilla? Po, sigurisht pasi me anë të konkurseve, me anë të këtyre organizimeve, ata do të njohin gjithmonë më shumë më mirë gjuhën shqipe, do të kenë më shumë njohuri për to, gjithashtu do të ndihmojë edhe në për shkollë si për testime, për provimin e lirimin në qershor pas mbarimit të klasës së 9, dhe do të jetë shumë i vlefshëm për ta. Meja Alicia, shumë faleminderit që ishin sot këtu me ne dhe ju uroj shumë suksesa. Faleminderit. Faleminderit. Miq, ne do të shkëputemi dhe do të kthehemi sërish në studio. Miq, jemi rikthyer përsëri në studio për të vazhduar për të folur për konkursin e gjuhës shqipe. Këtë radhë jemi me Nediana Konini, përshëndetje Nediana, dhe me Kris Kërreku. Përshëndetje. Faleminderit që e pranuat ftesën. Fillimisht, si e morët vesh ju për këtë konkurs që do të zhvillohej? Si fillim na tha mësuesja kujdestare, e cila edhe në çdo klasë kreu lajmërimin që të zhvillohej një konkurs gjuhë. Përzgjodhi skuadrat për çdo klasë dhe kryej një konkurs në brenda shkollës. Cili ishte reagimi juaj kur e morët vesh që ju ishit përzgjedhur për të përbërë ekipin e shkollës për këtë konkurs? Për mua ishte një lajm shumë i bukur, nuk e prisja në fakt që do të përzgjidhesha një pjesë të konkursit, por unë ndjeva shumë mirë dhe mendoj që të gjithë ja dolën bashkë me pjesëtarët e tjerë të grupit me bashkëpunimin tonë. Po ti Kristian ndjeva? Për mua disi e frikshme që të bija pjesë në një konkurs që të lija disa mësimore që të punoja me konkursin e gjuhës shqipe, po ishte një eksperiencë shumë e bukur në fund. Si u përgatitët ju bashkë me mësuesen për këtë konkurs? Në pjesën e orëve të djaftësive dhe orëve të cilat mund t'i linim morë përsëritje, kemi shkuar në biblioteka dhe kemi punuar me ushtime të ndryshme nga çelësi i klasës së 9 ose nga konkurset e mëparshme. Dhe kanë ndihmuar dhe mësueset e tjera të gjuhës shqipe për paqëtësi. Po. Ne u përgatitëm shumë mirë bashkë, mund të them se bashkëpunimi ishte çelësi jon për të kaluar nga një fazë në tjetrin. Gjithashtu ndihma e mësueses së gjuhës ishte diçka shumë e mirë dhe motivuese për ne për të kaluar fazat dhe për të marrë më shumë njohuri nga gjuha. Bashkëpunimi është shumë i rëndësishëm sepse kur jeni në ekip edhe plotësoni ato boshllëqet e njëri tjetrit dhe pasiguritë e njëri tjetrit ju mund që t'i eliminoni kur jeni duke punuar së bashku. Çfarë ushtrimesh bënit ju gjatë përgatitjes? Merreshim më shumë me ushtrimet e gramatikës, se mendojmë që ishin më të vështira, por nuk mungonte përqendrimi ndaj ushtimeve të letërsisë, analizës së teksteve, figurave letrare e tjera. Po, sa kohë i kushtonit ju përgatitjes çdo ditë? Besoj se ne harxhonim rreth 2 orë ose më shumë për të marrë me ushtrimet e gjuhës. E shfrytëzonim këtë kohë edhe gjatë mësimit që bënim në shkollë, por gjithashtu edhe pas mësimit, individualisht në shtëpitë tona ose mblidhesim së bashku në bibliotekën e qytetit për të mësuar akoma më shumë. Ju dukej më e vështirë për përgatitje pjesa gramatikore e gjuhës apo ajo që hynte më tepër nga letërsia me proza? Pjesa gramatikore është, mund të themi deri diku e pragmatike, thjesht do të mësojnë shumë rregulla, por përderisa ishim shumë veta në grup, nuk ishte aq e vështirë. Ndërsa pjesa letërsisë që është më tepër subjektive, ne menduam që ishte pak më e vështirë dhe ju kushton pak më shumë vëmendje. A ishte e vështirë që ta balanconit kohën që ju duhej për shkollën me kohën që ju duhej për përgatitjen për këtë konkurs, sepse normalisht që me një konkurs kaq serioz edhe përgatitja kërkon kohën e vet.
Normalisht që menaxhimi i kohës është diçka shumë e vështirë, por ne ndihmuam njëri tjetrit dhe menduam që ta menaxhonim kohën ashtu siç duheshte. Normalisht ishte vështirë sepse kishim angazhime të tjera në shkollë, por konkursi i gjuhës ishte shumë i rëndësishëm për ne, që kështu duhet të gjenim patjetër kohë. Nuk mungonte dhe mirëkuptimi dhe bashkëpunimi mësuesve të lëndëve të tjera, të cilët e kuptonin rëndësinë e konkursit dhe ju dha mbështetjen e tyre. Po. A ndjeni të kënaqur me veten me paraqitjen që ju kishit në konkurs? Po, shumë. A keni zbuluar gjëra të reja për gjuhën shqipe gjatë kësaj përgatitjeje? Normale që gjuha është një pasuri shumë e madhe dhe gjithmonë kur ne mësojmë për gjuhën shqipe ka gjithmonë gjëra të reja për të mësuar, por kishim edhe njohuri të tjera që kishim marrë gjatë klasave nga e 6-ta deri në e 9-ta dhe përforcuam më shumë njohuritë tona, por normalisht që mësuam edhe gjëra të reja. Po. Gjuha shqipe është nga gjuhët më të vështira në botë, me një gjuhë me shumë rregulla, më shumë vende ku mund të ngatrohesh dhe ne jo vetëm që thelluam njohuritë tona, por njëkohësisht edhe u afruam më shumë me një tjetrin. Edhe më parë u përmend që këto gjëra të reja që u zbuluan nga ky konkurs do ju ndihmojnë dhe në provimin e lirimit, sepse ju jeni në klasë të 9 tashmë. Çfarë pritshmërisht keni nga provimi? A ndjeni të frikësuar? A mendoni se jeni të përgatitur mjaftueshëm? Unë besoj se normale që provimi do të jetë i vështirë, por ky konkurs ishte një plus për ne sepse na ndihmoi që të zgjeronim më shumë njohuritë tona dhe të përgatiteshim më të tej për provimin. Gjithë ato punë sigurisht do të ndihmojnë me provimin, pasi kemi gjëra pak më të qarta se ndoshta mund të kenë shokët e shoqet e klasës tonë, por sigurisht frika nuk mungon. Po. Unë ju këshilloj që mos e merrni shumë me stres, si dikush që e ka bërë vetë atë provim, pas përgatitjes për konkurs gjithçka ju duket shumë e lehtë në atë provim dhe nuk ka nevojë që të stresoheni aq shumë. Çfarë ju ka pëlqyer më shumë nga kjo eksperiencë? Fakti që mund të kaloni më shumë kohë me një tjetrin. Për mua më pëlqeu shumë që mund të punoja me lëndë e gjuhës shqipe, pasi për vete kam pasur gjithmonë një tip hutimi ku bëhet fjalë për rregullat e gjuhës shqipe. Ishte një eksperiencë e paharrueshme dhe jam vërtet i lumtur që arrita të bëhesha pjesë e asaj skuadre. Për mua një nga faktorët që më pëlqeu më shumë ishte bashkëpunimi që kishim në grup, sepse si grup ne ishim shumë mirë, bashkëpunonim me njëri tjetrin, ishim mirëkuptues me njëri tjetrin, gjithashtu ishte një eksperiencë shumë e bukur që nuk e imagjinoja ndonjëherë që mund ta bëja, të bëhesha pjesë, por ishte diçka shumë e bukur dhe do ngelej gjatë në kujtesën time. A ju ka ndihmuar ky konkurs që ta njihni më mirë gjuhën shqipe? Po, sigurisht. Janë gjithë ajo punë, kemi njohur vërtet më mirë dhe rregullat më të thella të gjuhës shqipe, gjëra të cilat ndoshta nuk përmenden aq mirë në libra. Po. Dhe për një lloj ushtimi të thjeshtë ne kemi mundësinë që ta analizojmë edhe pak më tej. Cili momenti i konkursit do ju mbetet më tepër në memorie? Për mua personalisht ishte momenti kur do të shkonim në Tiranë. Ne nuk e imagjinonim ndonjëherë që mund të arrinim deri në atë pikë sa të shkonim edhe në Tiranë të përfaqësonim jo vetëm shkollën tonë, por gjithë qytetin tonë. Normalisht ishte sfiduese, por ishte diçka shumë e bukur që më pëlqeu shumë. Unë di që në fund të konkursit secili grup duhet të paraqesë të prezantojë edhe një projekt. Cili ishte projekti me të cilin ju zgjodhet që të prezantoheshit? Projekti ynë kishte titlin Biblioteka pa mure. Përfshinte një website të cili kishte bënë aty libra falas, e-book dhe audiobook për nxënësit e shkollave që mund të aksesojnë ata falas. Website-i ishte i hapur për të gjithë që të mund të shtonin ose të bënin ndryshime, pas ne duam ta mbajmë ata gjallë dhe në vazhdimësi, është diçka e mirë. Sepse kemi vënë re në jetën tonë shkollore që bibliotekat kanë një mangësi të numrit të librave ose nxënësit nuk kanë të gjejnë librin e duhur. Mendonim se ishte një ide e mirë. Si ishte atmosfera gjatë garës mes shkollave? Besoj se ishte shumë sfiduese, si në çdo garë, por gjithashtu kishte energji pozitive dhe miqësore, sepse në fundit ishim mbledhur për të njëjtin qëllim, për të njohur më shumë gjuhën shqipe dhe për ta ruajtur atë.
Dhe ajo konkurenca miqësore është e rëndësishme gjithmonë të shtyn që të arrish më tepër. A pati ndonjë moment që ju vuri më shumë në mendim gjatë garës? Tek pjesa e quizit dhe tek pjesa e debatit. Ishin pjesët që duhet ishin jo vetëm të saktë, por dhe të shpejtë. Tek pjesa e quizit brenda konkurseve në kohë që mendojnë se ishin shumë mirë, dhe tek debati kërkon të vërtet një mirë mendim dhe shpejtësi në krijimin e kundër argumentave të përshtatshëm të bazuara në fakte dhe në një strukturë të duhur. Pra 3 vitesh kur isha unë në konkurs, pjesa e quizit ishte më e vështira sepse nëse nuk e di është akoma kështu tani, por nëse përgjigjesh e gabim, jo vetëm që nuk merrja asnjë pikë, por dhe të hiqej një pikë. Ende ashtu është. Sot përdoret si strategji madje që përgjigju edhe në mos e dish që po se marrëm në pikën të paktën nuk e merr skuadra tjetër. Po. Si u ndjet kur mësuat që kishit kaluar në fazën tjetër? Është shumë të gëzuar, pasi ne në vërtet nuk mendonim që do të mund të ejmë deri në Tiranë, ndërsa për pjesën e fazës së parë ishte përsëri u gëzuam, ishte fitoria jonë e parë që në fakt kishte rëndësi në konkurs. Besoj unë ndjet krenar për veten me këtë çfarë. Ishte surprizuese sepse nuk e prisnim që të shkonim deri në atë pikë, deri në Tiranë, por ishte diçka shumë e mirë për ne. Po. Por mes nxënësve të grupit tuaj, a kishte konkurrencë sepse ndonjëherë nga që je edhe në presion dhe duhet që të japësh një përgjigje të saktë, ka raste kur dy veta mund të dalin kundër njëri tjetrit dhe nuk dihet pastaj se cilën përgjigje të zgjedhin. A kishte më tepër frymë bashkëpunuese mes jush apo kishte edhe pak konkurrencë? Mua personalisht në grup më duk shumë bashkëpunues të gjithë dhe mirë kuptues kur kishim mendime të ndryshme nga njëri tjetri, por gjithsesi ne arritnim në një përfundim që i bënte të lumtur të gjithë. Kishte më e mira për ju. Thuajse të gjithë në të njëjtën mendje, nuk kishte diskutime të nxehura. Dhe kishte edhe momente që ishte një lloj rregulli që ndikush nuk e kishte mësuar, e kishte mësuar dikush tjetër, nuk ekzistonte ai mendimi që pse se mësova dot unë i pari ose pse nuk e diun. E di ti shumë mirë mos e mësoj unë atë, e thua ti këtë. Po dhe gjithashtu duke qenë se përgatitja juaj ishte nga e njëjta mësuese, ju kishte të njëjta njohuri. Dhe dinit si ta plotsonit njëri tjetrin. Mendoni se të rinjt sot e përdorin ashtu siç duhet ose mjaftueshëm mirë shqipen? Me standardet e sotme të rinjt mund të mendojnë që përdorin mirë gjuhën shqipe. Por ata pa e vëndaj përdojnë shumë fjalë të huazuara, shkurtime dhe nuk i ndjekin të mirë rregullat gramatikore, pa e vëndaj, madje edhe në të shkruar me njëri tjetrin. Pasi shqipja është deformuar kohë dhe fundit për të përshtatur më shumë atij stilit praktik të foljes të shpejtë. A ndikojnë rrjetet sociale në mënyrën se si ne shkruajmë dhe flasim në gjuhën shqipe? Normalisht ndikojnë, rrjetet sociale kanë të mirat por edhe të këqijat e veta. Të mirat janë që ne mund të flasim në kohë reale me të gjithë në mënyrë më të lehtë, më të thjeshtë, por kanë edhe ato të këqijat e veta që ne mund ta deformojmë gjuhën shqipe, të përdorim shkurtime të fjalëve, të përdorim fjalë të huazuara, sidomos nga anglishtja tani që po përdoret shumë, që kështu nuk besoj se po përdoret mirë gjuha shqipe në rrjetet sociale. Po, dhe pikërisht tek kjo dua të ndalem. Si mund ta ruajmë ne ose ta përmirësojmë përdorimin e gjuhës shqipe? Për pjesën e rrjeteve sociale nuk ke çfarë të ndryshosh. Që të jetë komunikimi i thjeshtë dhe i shpejtë, këto shkurtime janë të domosdoshme. Jo çfarë mund të bëjmë ne është të përpiqem të nxisim nxënësit të përdorin gjuhën e saktë në komunikimin e përditshëm ballë për ballë. Po, dhe gjithashtu mendoj edhe gjatë në shkollë, sepse ka shumë raste që edhe në detyra shkollore, nxënësit mund të përdorin atë gjuhën e thjeshtë me shkurtime që përdorin në rrjetet sociale. Çfarë duhet të kenë parasysh të rinjt kur janë duke folur në internet? Besoj se shkurtimet nuk mund të jenë të pashmangshme për ta, sepse duhen të flasin shpejt, lirshëm, por besoj që duhet të mundohen të paktën ta shkruajnë dhe ta shprehin mirë gjuhën shqipe, ashtu siç duhet, edhe pse mund të kenë mangësi po. Përveç shojtës së gjuhës shqipe është e rëndësishme edhe siguria në internet, sidomos me të interesotur që janë gjatë gjithë kohës në telefon. Sa i madh ishte presioni për ju gjatë këtij konkursi? Normalisht ishte i madh sepse ne përfaqësonim shkollën tonë, duhet t'i bënim
krenar shokët tanë që na prisnin me fitore, gjithashtu mësueset që na kishin bërë gati, por gjithashtu ne e shijuam edhe pse ishte sfiduese për ne. Po. Çfarë do të thotë për ju që të arrini deri në gjysmën finale? Për ne ishte diçka e papritur. Ne nuk mendojmë që do të ende aty, pasi fituam fazën e dytë, ekzistonte sërish konkurenca midis qyteteve të tjera, 4 shkollat me më shumë pikë të mund të kalojnë në Tiranë, dhe ne menduam që ajtëm deri këtu dhe kjo është mjaftueshëm për ne. Vetëm kur një ditë vjen mësuesa kujdestare na lajmëron që ne ja dolëm në fakt të shkonim në Tiranë. Ishte një lumturi e papar. Cili ishte synimi juaj për këtë konkurs që në momentin që ju e morët vesh që do të bëheshit pjesë e tij? Besoj se ishte që të bënim krenar veten ton, familjet tona, shkollën ton, gjithashtu që ta ruanim, ta njihnim më shumë gjuhën shqipe, edhe pse kishim sfidat gjatë gjithë konkursit, përsëri këto ishin qëllimet tona kryesore. Dhe në fund edhe të vlerësohej puna juaj konstante, po. E vazhdueshme për gjuhën shqipe. Çfarë sugjerimi ose çfarë mesazhi do të kishit për gjithë të rinjtë e tjerë që ndoshta duan të marrin pjesë në konkurse të tilla, por stepen, ndruhen nga frika? Nuk është as pak e frikshme, madje është pak e frikshme, por nuk krahasohet me eksperiencat e tjera të bukura, me kohën që të kalosh me shokët tënd. Kështu që merre librin, i dhi një sy, pak e nga pak, nuk ka pse të mund të ngjeshësh të tëra njohuric njëkohësisht. Është diçka që mësohet ngadalë dhe me përpjekje duar dhe mund ta shijosh. Po dhe ajo frika është frikë e bukur, po ta mendosh. Kur i kthehesh pas në kohë dhe mendon sa i stresuar ishe në ato momente. Të vjen për të qeshur. Të vjen për të qeshur vërtet dhe mendon se vërtet ka qenë diçka e bukur dhe diçka me vlerë. Po ti çfarë do të thoje të rinjve? Unë doja t'ju thoja që gjua është diçka shumë e rëndësishme për kombin e tyre, kudo që ata të shkojnë në të ardhmen, përsëri gjua do ngelet një nga elementet kryesor për të përfaqësuar vendin e tyre, që kështu duhet ta përdorin sa më mirë, sa më bukur. Nuk ka nevojë që ti di të gjitha, të themi rregullat, por të paktën të di se sa e bukur dhe sa e rëndësishme është gjua shqipe. Shumë faleminderit të dyve, ju uroj shumë suksese në shumë konkurse të tjera që unë jam e sigurt që ju do merrni pjesë dhe gjithashtu edhe në provimet e lirimit që ju i keni këtë vit. Shumë faleminderit të dyve. Miq, kjo ishte gjithçka për këtë episod të sotëm të emisionit Të Rinjt për të rinjt. Konkursi kombëtar i gjuhës shqipe është një mundësi shumë e mirë që të rinjt ta tregojnë talentin e tyre dhe dashurinë e tyre për gjuhën tonë amtare. Eksperiencat e tilla jo vetëm që forcojnë njohuritë rreth gjuhës shqipe, por dhe krijojnë një frymë bashkëpunimi dhe krenarie për identitetin tonë. Urojmë shumë suksese të gjithë nxënësve edhe një herë. Faleminderit që na ndoqët. Deri në episodin e radhës, mirupafshim.